Rikthehemi në studio, siç e përmenda më herët, do ta kemi legjendën e kickboksit Shpejtem Ahmetaj në studion e Radio Dukagjinit, tashmë kryetar i Federatës së Muay Thai të Kosovës. Shpejtem, faleminderit shumë që ke gjetë kohë me qenë sonte me neve. Faleminderit ju, faleminderit për ftesën. Na bëm bashk në diskutim një temë shumë e rëndësishme dhe një ngjarje shumë e madhe. Bëhet fjalë për organizimin e kampionatit botror në Kosovë në Muay Thai. Bash. Kjo ngjarje themi lërisht historike për Kosovën. Është ngjarje historike për Muay Thai, është ngjarje historike për krejt sportin, sepse për herë të parë në Kosovë po organizohet një kampionat botëror i këtij niveli kaq të madh. Ku këtë kampionat botëror marrin pjesë mbi 100 shtete të botës. 100 shtete të botës. Mbi 100 shtete të botës dhe marrin pjesë afër 700 garues. Domethënë është një mega organizim. Është duft në mund sakrificë shumë e madhe me ardh deri këtu. Pyetja e dytë kjo, sa është e vështirë dhe çka është dashur me bë për me pru kampionatin botëror në Kosovë? Shumë. Besamani, shumë është e vështirë. Unë e di çka deri me tani, çka kum, si është një gjallë thonje, çka kum hek dhe çka e mbyll me ardh deri këtu me këtë garë me pru. Se është kum pas shumë pengesa. Pengesa derisa ti bindsh ndërkombëtarët me marr garën. Pengesa derisa ti bindsh institucionet tua me organizu garën, sepse është garë shumë e madhe. Fakti që s'ki pas kësi organizimi akoma deri me tani është një përgjegjësi shumë e madhe. Sakt, se do me dalë mirë. Po, edhe tashti është një mund i madh organizimi, o ka qenë mund i madh marrja e kësaj gare, që 2 vite unë jam të punu si kryetari i federatës me miq, me ambasador që janë të akredituar jashtë vendit, në Tajland dhe tash janë edhe në Itali, që na kanë ndihmuar me punu për marrjen e kësaj gare. Jemi të punu me shumë njerëz tjerë që kanë kontribuar për këtë garë. Na kanë ndihmuar shumë edhe ambasadori i Turqisë që është akredituar në Kosovë, ka punu shumë për me pru këtë garë. Na kanë ndihmuar Federata Amerikane që është pjesë e kësaj federate. Na kanë ndihmuar shumë njerëz, domethënë që na jemi këtu sot me këtë kampionat. Po ideja ka qenë e imja, ideja ka qenë që kjo garë duhet më ardhë. Sa të ka dashur më udhëtu? Në çfarë kuptimi? Për me shku, më taku, mi bind njerëzit. Se kjo ka kosto tash edhe financiare, se s'ke mujt pe këtu me kry këtë punë. Shumë. Unë kam udhëtu sa udhëta isha në Turqi, sa udhëta isha në Tajland, sa kam udhëtu në shtetet të çdo vend ku moj ke kampionati botëror, u duke më shku më udhëtu përpara, edhe që smërshim në pjesë, u duke më shku më udhëtu me qenë pjesë atij kampionati, me biseduna për konvente që i moj ke federata ndërkombëtare, mi bind shtetet më të fuqishme që janë pjesë e kësaj federate, që Kosova është vend që din me organizu këtë ngjarje, din me prit njerëz, din me prit meq, është vend që ja vlen me organizu. Po fatkeqësisht ne si shtet janë mikut ton shekullor, kem pas shumë propaganda. Që ne si popull nuk jemi evropian, jemi popull që me thonë prapambetën. Edhe tash friga e këtyre propaganda ka pas shumë ndikime të mëdha të shtetet që janë evropiane dhe që kanë kulturë. U duhet shumë punë me bo, po ne kem pas edhe testime. Ne mas pari kem pas organizimit garës ndërkombëtare që kemi çdo vit garën Ismail Haradinaj. Domethënë ajo garë ndërkombëtare. Dhe në ato organizimet më të vogla ndërkombëtarët kanë pa seriositet tek na. Që çdo herë kur ne kem organizuar garë ndërkombëtarët kanë qenë prezent. Kem pas organizimin e kampionatit ballkanik për herë të parë në Kosovë. Edhe aty kanë qenë ndërkombëtarët. Kem pas organizimin e kampionatit evropian në Prishtinë. Domethënë i kemi pas disa testime të cilat janë kaluar me sukses. Dhe në fund ju kemi kërku kampionatin botëror. Ka qenë shumë vështirë, por e kemi arritur. Kallëzëm, çush e ni mas krejt këtyne lëvizje, mas krejt këtyne përpjekjeve, kur në fund kanë thonë po. Ndjenje pa përshkushme. Sa është krenari? Ndjenje pa përshkushme. Besomani ndjenje pa përshkushme. Sepse unë e disha se për shembull tash ti kish në këtë federatën ku ne jemi si shtet i pranuar, edhe si federat IFMA,
është ndikim, ka ndikim edhe shtetet, për shembull, si janë shtetet fuqishme siç është Rusia, siç është Serbia, siç janë shtete që ne nuk na dojnë. Edhe tash ti besomani, unë ku bëjsha kërkesë dhe ku ulsha me bisedu me njerëz të pjesë kësaj federate, domethënë u mahnet që thëshin ju po doni me marrë këtë organizim, po ne nuk po e besojmë që ju e keni prej me. Sepse propagandat sa e vështirë. Si shtet ndaj njerëzve tonë shekullor që kanë qenë anëmiq tonë, kanë qenë shumë dha. Po fal Zoti me njerëz me punë, pa ndalshme, jemi ka arritim të i thy ato barikada, të i hek ato mendime të këqija, edhe tash ti paramendo ku të arritin Kosovë mbi 100 shtetet botës. Edhe shohin një kulturë që ata se kanë paramenduar që Kosova ka kulturë. Edhe i shohin njerëz që janë ma evropian si ata vetë. Po shumë e vërtet. Shekullit tamam 21. Edhe shohin farjet është në këtë vend, edhe tamam edhe ata bindën që e dhëmshme është veç një element. E dhëmshme është se këtë organizim dikush e kish marrë me gjysmë përpjekje në kushte normale. Po na duhet mi kalu edhe 3-4 pengesa tjera për mujt me marrë një organizim. Po është problemi te e para, se masanej kur mësohen me kush jemi, është ndryshe. Qëra unë menoj edhe një san tjetër. Se populli jon edhe penisin tash pas vitit 2000 që ka përfundu lufta, natën 2000. Unë mendoj se ne çdo një gjenerat që vjen, ja ka bërë këtij vendi me sakrifiku. Është e vërtet. Unë për shembull kam qenë në moshë 10-11 vjeçar në periudhën e luftës. Unë s'ku mujt me sakrifiku, nuk ku mujt me qenë pjesë e sakrificës për liri. Po në momentin që unë jam bo vetëm pak me ditë që çka është mirë, çka keq edhe për vendin tonë çka i duhet, unë ku më vepru çka ku mujt. Që aty ku je orientuar. Që aty ku jam orientuar me kontribu për vendin tonë. Po pra, se në një përfacimi vendit. Sakt. Ja kem bërç. Edhe tani është normal që është obligim për mua, sepse si një djalë i këtij vendi, i një familje që ka kontribuar çdo herë për vatan, për atë dhe, ja kam bërç edhe unë si person me kontribu me mundësitë e mia çka unë muj për vend. Ja ka bërç mia jam, fëmia e tij tjetrit, domethënë çdo gjenerat i ka bërç mundësitë e veta që i ka me kontribu këtë vend. Në ngjarje si kjo kur e bën Kosovë ti nuk e bën vetë si ngjarje, e bën me promovim të shtetit, me shtetet e njohin vendin tënd, edhe në fund nëse arrin sukses edhe me garu, sa është edhe më mirë. Sakt. Unë menoj që na i kemi edhe 4 garuz, që janë garuz shumë fort, fuqishëm, provuan nuk e kanë, sikur e kanë shtetet, garuzë shtetet të tjerë, që për shembull këtë federat është që 100 vjet, 100 kusur vjet e themeluar. Ki për shembull ki shtet që është 5-60 vjet në këtë federat dhe garon me garuzë vet. Ki garuzë këtë federat që ka përvojë që 20-30 vite. Ne jemi federate e themeluar për vitin 2018. Tash garuz janë i ka 60-70 vjet përvojë. Edhe ndeshet me një garuz që i ka përmi 25 vite përvojë. Nuk është gjithçka veç ushtrimet. Janë gjithçka kombinimi, ushtrimet edhe përvoja. Po fatbarësisht ne si shqiptarë kemi edhe vullnetin, kemi zemër, durimin, kemi edhe, domethënë atë inatin. Nuk i dorëzohem lehtë përpara, edhe po menoj që edhe me medalë nuk kemi medalë keq. Ku keni vendosur me organizu kampionatin botror? Në Deçan. Pse zgjodhët Deçanin? Deçanin e kena zgjedh, arsyeja ka qenë Federata Ndërkombëtare pas organizimit kampionatit evropian që organizuam në Prishtinë, e ka pasur që koha kur ne tash do të organizojmë kampionatin është e ngarkuar me komunikacion me temperatura Prishtina dhe ka propozu kanë një vend që ka më klimë më flladiçme, edhe e kemi patë arsysh me Dugaxhinin. Ne jemi afru te Peja nuk na ka prit mirë, as ne as ndërkombëtarët. Ata e dim se e kanë bo këtë nësë ti të bërsh të Peja, po të drejtoria e sportit. Ata nuk na kanë prit mirë, as ne as ndërkombëtarët, bili o mënu shumë me, që me thonë, me largu këtë nervozizën ndërkombëtare, me thonë që jo së janë kushtet e mira, edhe kanë po edhe sallën e panë që një men edhe salla është e pa përgatitne, po derisa nuk thynë edhe përgjigje Peja, domethënë kanë jo mirë. Atë jemi dal si shtet jemi dal pak jo në rregull, se ata thoshin na tash ju përkrahem. Me pru kampionatin botror në Kosovë.
Tash po vjen problem veni. Ju po problem, po jeni vetë problemi. Po. Çfarë problemi ka? E u lidh këtë, domethënë tash për me pru kampionatin botëror kisha unë si Kosovë ishin pengesat tanë miq ton shekullor që. Tash ju ka pengesat të ju vet. Tash çka më bë? Edhe më shku të largu atë far nervozizmit të ndërkombëtarëve. Jo, të e marrë fare të i nervozu dhe të i tonë kata edhe i kem barë me atë është një farë mbikëqyrshi i tyre që është në Kosovë këtu, një farë Muhamet Amar, cili është mbikëqyrje të organizimit edhe e dërgova në disa palestra në Deçan për punë me lecu situatën, po me lecu situatën, mes me konë tamon me dalë keq, edhe pse na citi drejtoria e sportit keq, shumë keq na ka citi ndërkombëtarët, do isha mes me bu fort interesant atë punë. Jemi shku të këshyr palestrën e Deçanit, Gjakovs, edhe kështu që i ka pëlqyer Deçanit, edhe e dërguam në Deçan. Po vendimi jam ka qenë Dugagjin. Rajoni ka qenë Dugagjini. Edhe tash pejen nuk e mbajtem edhe e dërguam në Deçan. Në Deçan na priti kryetari Ramosa i bashkimit, na ka prit me dur hapur, e falenderojmë shumë. Është një ngjarje historike që për Deçan, kjo ngjarje nuk që kanë mu akomodu sportistat, sportistat janë të akomodum ka Prishtina, se këta kanë një farë protokollit të organizimeve që mundën dhe një orë gjysë mi barë. Me pas distancën. Po, disa janë ka Prishtina, disa janë ka Gjakova, disa ka Peja, kështu që akomodimi janë profesional një të regull, palestra është shumë profesional, është e mirë, është e ndërtuar pas lufte nga Ministria e Sportit dhe kushtet janë profesional. Perfekt. Cili pritet me qenë niveli e garuzëve që kanë me marrë pjesë në kampionatin botëror të Kosovës? Kampionatin botëror të marrin pjesë garuz senior të Muay Thai. Domethënë kulmi i krejt sportista, edhe diçka tregoj. Sporti Muay Thai është një ndër sporti më i fortë në të gjitha sportet. Pse apo e thu kështu? Është sport më i fuqishëm, është sport më i rrezikshëm, është sport nuk ka mi këtë sport. Ky është sporti që në këtë sport, një sportist kur del me medalit art në qëtë federat që është, që i ka kundërshtar dhe në 30 garus, ai për mu është hero. Betej. Ajo është luft, ajo betej. Se në këtë kampionat ti ki mundesh 10 meqe për me artë e medalja vendit parë. Edhe çfarë garus shkin këta? Në këta. Ki garus krejt tajlandez, Ukrainas, Amerikan. Do më thonë shtetëv që janë zhvillum edhe që ushtrojnë ka 7 dhe 8 orë në ditje. Super fuqi. Është kulmi i garuzhe në këtë federat. Kjo federat është kapaki i suksesev të sportit Muay Thai. Mosafer, a kime pas Mosafer të rëndësishëm në hapjen e kampionatit botëror? Ne ftesat në ditën e hënë do t'i dërguan të gjithëve që ne kemi në protokoll, do të jenë Mosafer, do të ketë Mosafer edhe nga Ministria e Sportit, do të jenë nga komiteti, do të jenë nga komunat, do të jenë nga federatat, do të jenë nga ambasadat dhe do të jenë disa Mosafer të vendeve jashtë Kosovës që do të jenë prezent këtu, ku do të bisedohet një sukses që do t'i vjen Kosovës në të ardhmen. S'po të veti ma shumë aty. Do të shpalosim në ditën e vijim. Tregove që me ekipe jeni në rregull brenda Kosovës. Sa ekipe funksionojnë aktivisht në Kosovë brenda Federatës Muay Thai? Momental i kemi si duket ofër 8 klube. 8 klube në qytete të ndryshme në qytete të ndryshme, janë klubet të gjitha kanë trajnera me përvojat sportive. Të gjitha është interesant se ky sport në Kosovë ka masivizohet në mënyrë drastike. Ka interesim. Si ne shqiptarët i dojmë sport luftaror, vërtet. Edhe ka masivizohet në mënyrë shumë. Ti edhe vetë ke përjetu këta. E kam përjetu edhe tash unë i kuptoj krejt rit, edhe kështu që është ka masivizohet, edhe jën ka dalin talenta shumë maj që në të ardhmen shumë shpejt Kosova do të jetë Tajlanda e vogël në këtë sport. Po një mirë përsej. Do të jetë Tajlanda pse jam në këtë o fati këtij sporti që jam prerë si këtij sporti. Jam punoj ditë e natë, e di arsyen pse punoj.
Nuk dallon shumë prej fazës që shke qenë edhe sportist. Jo. Njëjtë e koni angazhuar kështu. Identik. Atë domethënë komat energji që jam i lindur për edhe si fëmijë kum pas këtë vullnet në sport edhe domethënë kur bëhet diçka me zemër. Ton jetën do të kom këtë vullnet. Edhe kështu që besoj që është një san interesant tjetër se ne si personalisht ku jam të masivizuar tash edhe sportin këtë lloj sportit edhe në Zvicër. Të tash kemi çfarë do të medalë. Kemi hap atje në klube, kemi hap në Lucern. Domethënë në Surse ku këtë shqiptar që janë aty, domethënë kanë shprehë interesim edhe vullnet që të jenë pjesë atij klubi, të kenë fëmijë pjesë atij klubi, që nesër mas nesër ata fëmijë të prezantojnë Kosovën. Shumë ka djem zot në atë vend. Hey, so nxon sa janë regjistruar deri tash. Ka ide me tani afër 200 dhe janë të regjistruar. Afër 200 dhe kanë interesin në këtë sport. Interesin më të madh e kanë që të jenë edhe pjesë e reprezentacionit të Kosovës. Kjo e bën edhe më të mirë. Unë të tregova se në një periudhë shumë të afërm, Federata Majtane e Kosovës do të jetë pjesë e kampionateve botërore me ka 6-7 garus. Do të jem me një sukses shumë madh. Gjithmonë është kënaqësi me diskutu me ty. Falenderoj shumë që ke gjetë kohë, se të ka rënë me udhtu pak edhe është gjatë për mënyrë këtu, po çdo herë në ftesën e juve do të jem prezant sepse jeni të respektuar, nderuar nga ana ime, sepse keni qenë edhe kur kom zhvilluar meqe si sportist, edhe kur kom themelu federatën, edhe çdo aktivitet që kom zhvillu, ju keni qenë, domethënë që na keni dërguar ftesën, kështu që çdo herë do të jem pranë juve kur të dërgoni ftesën. Ju uroj shumë suksese në organizimin e kampionatit botëror, si ngjarje tepër e rëndësishme, dhe uroj që gjithçka shkon mbarë dhe dalin djelmushat me medalje. Edhe faleminderit Mosties të Borsh për një falënderim për organizimin e këtij kampionati, ish ministrin e kulturës zotëri Hajrullah Qeku, ministrin e tanishëm, që është Gashani, dhe e falenderoj shumë kryetarin e Komitetit Olimpik Ismet Krasniqi, i cili e ka përkrah, ambasadorin e Kosovës, i cili na ka ndihmuar shumë që ka qenë i akredituar në Tajland, na ka ndihmuar shumë për këtë organizim. E falenderoj shumë kryetarin e komunës së Deçanit, Bashkim Ramosin, të cilët kanë çka kanë mujt për me organizu këtë kampionat. Allah. Edhe një gjë që harrova më herët, hapja këtij kampionati ka qenë mu bën në datën 3 shtator. Por si agent që Komiteti Olimpik edhe Ministria që e kanë në lojë mesdhetare në Itali e nuk kanë mundësi me qenë pjesë e hapjes së ceremonisë me datën 3 shtator, hapja e kampionatit botëror do të bëhet me datën 5 shtator. 5 shtator, 2 ditë më vonë. 2 ditë më vonë, për arsye që me qenë prezant Ministria, Komiteti dhe të gjithë figurat, domethënë po tribun. Po mendoj, është hapja historike. Po, është hapja historike për Kosovën. Kjo edhe mes me qenë ministri, kryeministri, kryetari i Komitetit Olimpik, atë nuk është e hiq. Pajtona plotësisht. Faleminderit shumë shpejt. Faleminderit juve, respekt. Shkojmë me Dionin me pak muzikë dhe më njëherë kthehemi më pas me telefonata.